Si funksionon imagjinata jonë? Imagjinata e njeriut është një nga aftësitë më të fuqishme dhe misterioze të mendjes. Ajo është procesi përmes të cilit krijojmë imazhe, ndjesi, zëra, ide ose skenar që nuk janë të pranishëm në realitetin e tanishëm. Ja si funksionon në mënyrë më të thjeshtuar. Truri ynë nuk dallon gjithmonë përmes përvojës reale dhe asaj të imagjinuar. Kur imagjinojmë diçka, aktivizohen zonat e njëjta të trurit, sikur përjetojmë atë ngjarje me të vërtetë. Për shembull, kur imagjinon se po ecën në plazh, truri aktivizon zonat e lidhura me ecjen, aromen e detit, ndjesinë e rërës nën këmbë. Imagjinata shpesh ndërtohet mbi përvojat e të kaluarës, kujtimet, informacionin që kemi lexuar ose kemi parë. Truri i kombinon këto pjesë për të krijuar diçka të re, një realitet të brendshëm. Kjo është arsyeja pse imagjinata është e veçantë për secilin njeri. Kemi dy lloje ose forma të imagjinatës. Imagjinata riprodhuese, kjo krijohet në mendje nga diçka që kemi parë apo përjetuar më parë. Ndërsa imagjinata krijuese është kur krijojmë diçka të re, një histori, një ide, një vizion, një zgjidhje për një sfidë ose problem. Imagjinata nuk është vetëm për fëmijët apo artistët. Ajo na ndihmon në planifikimin e së ardhmes, zgjedhjen kreative të sfidave, në procesin e shërimit shpirtëror, emocional dhe fizik, vizualizimin gjatë meditimit, ndërtimin e ëndrave dhe qëllimeve. Kur imagjinon diçka të bukur, trupi mund të prodhojë hormone pozitive, si dopamina dhe serotonina. Në të kundërt, imazhet negative mund të shkaktojnë stres dhe angst. Prandaj kontrolli i imagjinatës është thelbësore për mirëqenien tonë.